Sheshi para bashkisë Shkodër u mbush me ngjyra, këngë e valle në edicionin e 7 të organizimit tradicional Vallja Fitores, që këtë vit mblodhi bashkë arbresh nga Italia, Greqia, Turqia të tjerë. Aktiviteti i organizuar nga Foleja Kombëtare Shqiptare u shndrua në një festë të vërtet kulturore. Jemi të gëzuar se në ato ditë të fundit, kur Gjergji ynë lëngonte në shtratin e vdekjes, djali i Drishtit, Tezaku i tij, Apal Angeli, që i rinte te kryet, para se ti mbyllte sytë, i tha e fituam betejën. Në ritmet e këngëve arbreshe dhe me veshje e tyre karakteristike, pjesëmarrësit sollën një atmosferë të ngrohtë, duke përçuar mesazhin e ruajtjes së rrënjve dhe identitetit kombëtar. Është një rast i veçantë që na jep edhe mundësi të rikthehemi këtu te Mëmdheu për të rikujtuar historinë tonë, rrënjat tonë, identitetit tonë. Vimja këtu ma haq harri, pse ka të ngundrohemi ma mikut të joni. Unë jam arbreshe, më quhen Serena. Unë jam 5 vjeç. Jam shumë i lumtur të jem arbresh dhe të ruaj traditat që më ka mësuar babi im. Arbreshët me shekuj larg trojeve të toparëve vijojnë të ruajnë me krenari traditat e tyre. Në Shkodër ata përkujtojnë çdo vit betejat historike të Dejës, Drinit dhe Kirit, duke kthyer këtë festë në një simbol të dashurisë dhe krenarisë kombëtare.